Hallo, mirëmbrëma. O mirëmbrëma, o sa më ka marrë malli me hi life, o zot. A jeni mirë, si jeni të kalu. Përshëndetje Ferida, përshëndetje, a je mirë. A i kryt pushimet ajo se të na prej nesër fillojnë shkollat, mirëmbrëma, si je Feride. Ku po gjendesh ti, a je e ke ndru punën më doket, apo? Mirë je, shqyr. Qka po ban, qka ka treja, se... A disa më pas ka marrë malli me hi life, o zoti madh, edhe pse kom dosht moti me hi, po shumë punë. Unë jam mirë, Feride? Mirë, jam mirë, që të marrë shumë me vetën teme, me jetën, me punë tjera, amo gjitha me qef. Hallo Gjeki, si t'kam. Jina spontan, po tash jam nga që tu të banesat, e cila banes? Ma nga të me e dikon? Panes shumë, shpesoj se dhe ti e mirë dhe krejt janë mirë këtu. Jina live, pra ne si gjithmonë spontan, po që du e kom vendos sot spontan, shumë spontan, kështu sinqerisht mënyrën ma intuitive, ka ardhë në Eschenbach. Okej, s'ko ka dhe shumë largë vi, ka njëherë unë aty në Eschenbach të një shitore mobileve, i kom para këto dekorimet. Edhe që shkesh të thonë, se unë e kom marat me i harru ka njëherë temat edhe fjallë që ka du më thonë, sot e kom postu një story, mënyrë intuitive më ka ardhë thjesht me bo një sfid me juve, sfid apo challenge, apo një lloj programi, apo çfarë do qoftë. E jo, e ka emrin pak pa lidhje, s'po goxaj me ta thonë. Kome ta shkru. XX Lutz. Apo e njef e mobileve që është shqitoria. është edhe në rotres atje. Okej, kome t'le mu pse jo, me shumë qef. Une jam shumë spontane dhe i spritoj buan. XX, apo e din, po thuje. Qka kemi na faj që ka emrin qështu. Edhe, okej, pronaj, po filloj, po e tregoj mirëmbrëma shumë. Uroj që sinqerisht jeni mirë, edhe t'jeni të ja kalu mirë. Edhe pro që shtash, sot që kom postu në story tam, unë po kom qef me juve me bo një sfid, një jafshe. Jo se të bëllë keqe ka punë, që ka me bo. Përshëndetje Nurije Hajgjere Nurije, se si një të njëjta. Ju përshëndes shumë. Kam duke që jam të bu përshëndetje në lajmë Nurime. O Feride, po ku jetë ju punuti? Okej, se s'po dalë për temës, folim tjetër herë kështu. Atëherë, kthehem tim. Një challenge, po kom dëshirë me bo me juve. Unë e kom bo këtë challenge me familjen tame për një javë rrodhazi, edhe sinqerisht ka qenë diçka shumë e mirë. Na njerëzit krejt qa shumë merren për shembull me normal me qëllime tona, me vizionet tona, i ka shkëlqen o dritë, faleminderit shumë faleminderit. Sigurisht se edhe ti shkëlqen, se shpirti shkëlqen. Edhe, pra, këtë sfid e kom praktiku vetë, e unë e kom dëshirë, ato që e praktikoj vetë, sinqerisht me ndo me juve. Me plot zemër, po e them, po asnjë lloj interesi. Shumë për juve ndoshta e din që unë i kom 4 fëmijë, shumë ndoshta edhe nuk e din, nuk ka lidhje, por pra ata që se din, unë i kom 4. Do më thonë, jemi koqa familje e modhe për në kohën e sotit, me burrin edhe unë 6.
Edhe tash normal që në familjen mdoja në këtë jetë kështu, gjithçka është pak më turbulent, ka më shumë fjalë, ka më shumë përzierje, e kësi gjona, edhe pse sinqerisht po flas apet, jemi shumë vetëdijshëm, ama në këtë kohë që është mjaft kaotike, unë e them është një kohë kaotike, emocionet janë kaos të gjithkush. Edhe nëse nuk dim na me menaxhu që të emocione, neve na fshin jeta përpara. Edhe unë do të them me familjen teme, që të sfidë e kemi praktiku për rrafsh një jo. Do më thonë, unë që të sfidë po kom qef me bo edhe me juve, sepse e di se sa ka ndryshu që kjo sfida në energjin teme, të familjes teme komplet, edhe sa mundësi të reja në kanë orë në jetë, edhe sa manifestimet i kom bo, për vetëm një javë që i kemi praktiku. Sepse, këtë sfidë që i kemi bo, dhe më thonë, është kështu. Tashtit, unë po du me juve me fillu prej ditës së nesërme. Prej ditës së nesërme, a jeni për sfidën apo s'jeni? Ma shkoni një po, si një ju, ose veç të di sa është interesi. Se kum pyetën në story, po shumë njerëz nuk e di, nuk kanë shkru edhe a shumë, për poli drejt, ç'është është realiteti, edhe unë që ditë nëse thamë këto mundësi nuk duhet t'i hupim, se çka po ju them. Çdo ndryshim njët që na vjen prej njerëzve, mes njerëzve. Zoti nuk vjen kërkon me kop për dore, edhe mi thonë, hej, hajde, faleminderit, hajde që shtu pak në gjallën e qetin, se unë e pëmdokës në qërë se s'për është ju, e pëmdokës që ju të volë vetë në vetë. E kështu që edhe ju mu pak më motivani. Nejse, edhe pra, po du më thonë që kur që nuk të shfaqet ty rasisht. Kush do qoftë, cili po më këshyrë, kush po më këshyrë, unë ty nuk të shfaqem rasisht, as ti mu nuk më ke ardhë rasisht në profilin tëm. Pra, përshëndetje, Alma Gjari. Okej. Atëherë kështu, sfida ka me qenë kështu. Prej nesër në mëngjes, do me thonë, e bojmë masanena pak një meditim në vogël, edhe fillojmë sfidën prej ditës nesërme. Prej ditës nesërme. Une kom dëshirë që ju, do me thonë, mënyrën e njëjtë që shi kom praktikuone me familjen tëme, po kom qef me bo dhe me juve. Si jam të përsërit në do këtë fjallët se disa, se sinqerisht jam të e thonë, mendis jam të prit me bo që sfit se e di sa ka ndikim në vibrimin tonë, se na krejt doj me vibru ma nalt. Do me thonë, vibrimi i nalt, në fakt, na nuk duhet me kërku, qka ke qelen se ju në vonë. Okej, Samira Sulemani, dhe gjohë zemër se unë hala nuk e kom spjegu mirë krejt, po edhe hello Arjani, a je mirë? Arjan Mavrici, sigurisht e njeni ndoshta shumë për juve, është Wild Life, që e bo një punë shumë të mirë për Kosovën, për kafshet, sepse kafshet shumë pak njerëz, na shqiptarë sidomos kat ende mja jepim një shkelem e Arjani sinqerisht ju jep shumë dashuri edhe më pëlqen shumë kjo. Atëherë pra, që kështu e spjegu, na si njerëz në këtë botë nuk kemi ardhur me vujt. Knasi që po të dëgjojmë, rënofsh, falenderit shumë, rënofsh edhe ti edhe shumë të falat e shpia, shpresoj se do të shijem shpejt. Qka do është ta me thonë, Arjan, edhe për ty se jeni njeri shumë pozitiv edhe më pëlqen që e pranon realitetin, sepse kër e pranojmë në realitetin, gjithmonë nuk ka aty vend për ankesa, as nuk ka vend për stres, as nuk ka vend për depresion, as për angth, as për panik atak, as për kugjo. Dhe më thonë, pranimi i realitetit të anishëm, qëfar do gjendje qoftë, është harmonia ma e madhe me Zotin. Edhe tashtet na që jamojmë ventit shumë për shembull,
kur I pyesin njerëz, a beson Zotin, thotë po besojnë Zotin. Po mirë. Atëherë nëse beson Zotin, pse nuk je në harmoni? Pse I ki gjitha ato ankesa? Pse ankohesh aq shumë? Pse domethënë nuk e pranon tash realitetin e tanishëm? Edhe unë them, na njerëzit në përgjithësi, para se me lyp, me manifestu diçka, na duhet me mësu për me pranu realitetin që tash qysh është. Se tek kur e pranojmë gjendjen aktuale, na automatikisht kemi me vibru manet. Përderisa na nuk e pranojmë gjendjen aktuale, amo na kemi dëshira, dojmë arrit këto, a dojmë arrit këto, amo na jemi në kundërshtim me momentin e tanishëm, me jetën, tani për momentin, që tani në këtë moment, për shembull, nëse jemi në kundërshtim me bisedat e mia ose me diçka, ti si ty e pranu realitetin edhe automatikisht I kime u fut nego, edhe kime qenë domethënë në kundërshtim me personin, me situatën, me jetën domethënë aktuale që është tani për momentin. Edhe që kjo është prona që na është mirë mas pari me mësu me pranuj realitetin tash. Edhe që kjo është prona sfida jema që unë po du me shumë kënaqësi me ndo me juve këtë sfidë, edhe me bos bashku, që për një javë ditë ta mbajmë këtë qetësi absolute në shpirtin tonë, në sistemin tonë, që jepim trunit një ndryshim, domethënë një program të ri, sepse sado dije që kem ledh, sado dije, sado libra që ke lexu, sado kurse që ke marrë, sado çka do që ke bo, nëse nuk I praktikon, është e kot. Sepse për shembull, bindja krijohet më shumëti kur na vet e praktikojmë, e përvojmë se ç'është është. Për shembull, ti don me gra makinës, kerrit apo, edhe tash ti shkon e kryen teorinë, e ja provimin teori. Ti e din ç'është me gra kerrit apo makinës që shmeton, ama në mënyrë teorike, por në praktik ju. E ona po duhet që ta me bo në mënyrë praktike me juve, që me arrit paka shumë që të vibrimin e nalë, që të vibrimi I nalë, dhe më thonë është gjendja janë e natyrshme. Pra, kur na kemi arë në këtë botë, na kemi arë të pastër, me një energji absolute, dhe më thonë, qenje të pastër ta. Atëherë na normal që jemi programu e kështu më radhë, po kjo është një temë tjetër, po du më thonë që shkurt e shqip, gjendja jonë e natyrshme është harmonia, është lumturia, është shkrirja me momentin e tanishëm. Amo na me kundërshtimet që I kemi, me gjithë shka, do më thonë, ndoshta tu I fillu duke mos e pranu për realitetin, duke mos e dasht veten, duke I kritiku njerëzit, duke kërku ma shumë, me qenë ankesa, me një mungesin gjithë shka, mos me vlerësu thjesht qëtë moment, atëherë na, kjo gjendja jone natyrshme që është, dhe më thonë që na veç jemi të lindur për me qenë vibrim të lartë, se na nuk duhet, nuk mundën na me vibru ma lartë. Dhe më thonë, na jemi në vibrimet lartë ashtuar, po me menime negative, me menime, na dalim prej asaj nivelit natyres që duhet normal, se kur jemi, për që ata thuhet, kur je me natyren, kur lidhesh me natyren, atëherë është edhe shëndeti në rregull aty. Kur ti lidhesh me natyren, nuk mundesh me qenë I smut. Do më thonë ti shkrihesh total, edhe aty vinë gjitha gjarat, gjithçka, është sepse ti I jap Zotit një sinjal që ti je ai. Ti je do më thonë ai që duhesh me qenë. Na, kur kemi mendime negative, kur jemi në kundërshtim me gjithçka, ti po I thu Zotit se përshëndetje artist Trimi. Përshëndes shumë. Atëherë, kur jemi në kundërshtim me tash, atëherë na pja jepim Zotit një sinjal që, hej, ato që po ma jep ti, mu nuk është kam pëlqen.
Edhe ta është normal. Pse ndodh kjo? Sepse sot për sot, rrjetet sociale, do më thonë, aq shumë ka postime, aq shumë ka video, aq shumë ka informacione, absolut ekstrem, është ekstrem, unë nuk e di për shembull, a ka njeri që nuk e poston një video, ose që nuk del vet, ose që nuk bën gjona. E po tashtit, paramendoni gjitha këto informacione, unë jam mirë shumë, faleminderit, shpresoj edhe ju t'jeni mirë. Gjitha këto informacione pra që i marrim. Edhe tashit nëse truni janë, nuk din me i filtru, nuk din ti, për shembull, nuk i vetëdijshëm çka me nal, çka me marr vërtet si informacion, edhe çka mos me marr, atëre atini se sa shpejt devijojmë. Edhe që tutën vjen ajo, do më thonë, normal që vjen lakmia, vjen gjitha çka, ama që kjo është prona që unë thjesht me juve po du me bo që challenge, sepse mu më ka ndihmu shumë, ju ka ndihmu fëmijëve të mi, sepse unë i kam 4 vajza të moshave të ndryshme, edhe nuk është lehtë, sinqerisht, me qenë prind, kohën e sotme është profesioni ma i vështirë që ekziston. Kohën e sotme, sado që t'jetë prindi i vetëdijshëm, për shembull, edhe sado që na si prind i mbrojmë fëmijët e tonë energjetikisht edhe në çdo mënyrë tjetër, fëmijët tonë duhen prap me kalu proceset e tyre. Do të thonë, tani ata shkojnë shkollë, aty kanë kontakte me njerëz të pavetëdijshëm, me fëmijë të pavetëdijshëm, edhe normal që prap fëmijët e tonë infektohen me këto gjëra. Po masi që kjo sfidë, do më thonë, sfidë, pi vjen pak shumë e tepërt me thonë sfidë, se nuk është sfidë, është thjesht diçka e bukur mu kthy natyrën tonë, kur gjë nuk është sfidë, nuk është, unë mendoj nuk është e mundimshme, nëse vërtet dojmë me ndryshu, me transformu, atë na duhet pak edhe me kalu në për disa gjëra që nuk na pëlqejnë, sepse pa kalu diçka që nuk pëlqen, nuk arrihet ajo që pëlqen pastaj. Kisha mujt me marr plot shembull këtu. Ama çka do më thonë për sa i përket sfidës? Do më thonë, kjo sfidë ka ndiku aq pozitivisht tek fëmijët e mi që janë mosha të ndryshme pra. Edhe tash kur kjo sfidë te fëmia ndikon kaq mirë, para mendoni sa mirë ndikon te na. Edhe te unë për shembull, edhe pse punoj shumë me veten, sinqerisht kjo sfidë diçka o kon shumë e bukur edhe uroj shumë që ju tani që jeni këtu, ta mbani, t'jeni disiplinum, ta mbajmë këtë sfidë bashkë, edhe masanej kisha pas shumë dëshirë që paka shumë masanej në fund kësaj sfide të reflektoni edhe të më tregoni se vërtet sa ka ndiku njuve. Atëherë pronaj, po filloj, po e tregoj sfiden, sfida të tjetë kështu, që tash masanej do ta bëjmë një meditim dë vogël, që pak ta pastrojmë energji për me fillu nesër. Atë nga dita e nesërme, për 7 ditë me radhë ti kontrolloni fjalët e juve. Okej. Nëse doni, mundeni me marrë me shkru. Po, nëse s'keni marrë tani, është okej, une life-in ashtu kështu do ta lo, edhe mundeni edhe masanej me shiqu. Pra, prej ditës nesërme, t'jeni komplet të pastër, të vetëdijshëm ndaj fjalëve t'juve. Okej? Mundeni me shkru. Pra, fjalë të zgjedhura që rrisin energjinë për ty. Do të thonë, asnjë fjalë negative. Nëse e thu diçka negative, atëherë mundohu sa më shpesh ta ndryshosh, sa më shpejt ta ndryshosh. Okej? T'ja jepsh prap drejtimin në mënyrë pozitive. Tjetra është sado se sfida, a jemi të vetëdijshëm, a nuk jemi të vetëdijshëm. Kur flas për fjalën vetëdije, unë e përmend gjithmonë këtu. E kam bërë një vizatim shumë vogël. Kjo është vetëdija, kjo është, domethënë, vetëdija është thelbi i jon. Okej.
sikur fara e lulës për shembull, kur lulja para se të bija ajo ka farën e vet, çështu jemi edhe na njerëzit. Masanej kemi këtë aurën, kjo është energjia. Atë vjen energjia e trupit, masanej vjen energjia mentale, vjen kjo pjesa mentale, masanej vjen trupi, tek masanej na vjen domethënë kjo bota e jashtme. Kur flas për vetdijen, unë flas gjithmonë për një hapësirë të pastërt. Një hapësirë të pastërt që është e pastërt komplet, domethënë fush, hapësirë, pa asnjë gjë. Pra ata thuhet unë s'jam asgjë dhe njëkohësisht jam gjithçka. Sepse vetëm me hapësirë ne mundem me kriju një jetë ndryshe edhe me i kontrollu mendimet tona. Edhe për me shku të kjo hapësira ne thjesht duhet bëhemi vëzhgues. T'jemi vëzhgues gjatë ditës. Tani, pra nesër kështu, që e thash, fjalë të zgjedhura. Pastaj e dyta është çfarë do sfide që ju vjen nga nesër, mundësisht të mos reagoni. Por edhe nëse reagoni, ta pa marrë këtë pjesën këtu. Nëse reagoni, sepse ndonjëherë, kur vjen një emocion i ashpër, normal se dhe atë emocion duhet me qit jashtë, nuk është mirë me ndrydh. Tu duhet me bo një punë shumë ma e thellë, po me që është një sfidë një avoshe, unë po du me bo thjesht me këto. Nëse prana që shtash, ju vjen një sfidë, ose hiç më sart ndonjë sfidë nga bota e jashtme, pa marrë parasysh. Atë bën dikush nervoz, apo ta caron dikush, edhe ti tash e kia ndjenjë se duhesh me reagu. Mundësisht, në atë moment, eja në vetdije, në thelbin tënd. Për ata është shumë mirë me praktiku disa frymarrje të fella. Kur marrim frymarrje të fella, automatikisht sistemi nervor qetësohet, edhe për të veten, unë jam thelbi pastër. Megjithëse është vështirë me bo këto në atë moment kur diçka ta caron nga jashtë edhe vjen ajo pjesa me reagu, po thjesht bënu i vetëdijshëm çat moment. Ose mos reago, po nëse reago në mënyrën më të vetëdijshme. Ndikon shumë. Po mirë është, do me thonë, se na kur jemi tek thelbi, na, do me thonë, jemi në hapësirë, jemi pra të pastërt, nuk shkëputemi nga identiteti jonë, nga roli, nga ego, je thjesht thelb i pastër. E kur jeti këto, atë tjeri pa prekshëm, sepse e din që gjithë shka ndodhë me një arsye e para, e dyta, ti ki jetën tonë dhe ndorë, vetë. Nëse ti reagon çdo herë, sepse na adini sa shumë humbim energji veç duke reagu ndaj botës jashtme. Reagimet janë për shembull të ndryshme. Mundem me reagu me paragjykime, mundem do më thonë me ja kthy fjalën dikuj, do më thonë nëse e vëzhgojmë veten, kur mësohemi me vëzhgu veten, e shohim që vërtet, këtu nuk pas ka pas nevoj me në faktu në me reagu heq, ama është do më thonë ego, se ego donë çdo herë me njëherë reagim. Se edhe dhe mendja natyresht, se mendja donë gjithë më siguri, edhe për qëtë arsye. Pra, prej ditës e nesërme, qysh e thash, mundësisht mos me reagu. Për shembull, po e tham kështu. Ju e dini që fëmijët me zveti përlahen shumë, reagojnë shpejt. Edhe këto ditë të sfidës sa e kemi pas, ka qenë vërtet një javë shumë e bukur, sepse edhe të afron ende më shumë, edhe ju keni me pa mas një jave që, do më thonë, unë vërtet po më isha edhe ma ndryshe. Tani qka është tjetra se truni varsohet nga diçka.
ashtu si që varsohen nga duhanin, nga ushqimin, nga çokolladat, nga njerëzit edhe shumë sa në tjera, do më thonë edhe truri varsohet në mendime. Në mendimit pastaj krijon emocionin. Po sa më shumë që i rezonojmë do më thonë mendimeve negative, që të mos kundërpërgjigjemi. Jo, po nëse kundërpërgjigjesh, vërtet me vetdije të lartë, me vetdije të plotë, sepse kur kundërpërgjigjemi me vetdije, na prap nuk e dëmtojmë energjinë tonë, si edhe nuk e dëmtojmë atë tjetrin. Do të thonë, kur ne kundërpërgjigjemi në mënyrë të vetdijshme 100%, edhe kur kundërpërgjigjesh ti gjithmonë ki me fitu. Gjithmonë ki me qenë për mi personin tjetër. Automatikisht. Po marr parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Pra, që thjesht vetëdijsohem sa më shumë. E që kesh të tregu, vajzat e mia përpara shumë më shpejt reagojshin, o përlajshin mes vete, normal si fëmijë kështu. Amo këtë jo ka qenë vërtet shumë e bukur sepse kur ka ndodhur ndoshta një përplasje e vogël, po e them, jo përplasje, po në acarim, shumë mirë kemi mujt mu përqendru edhe me thonë, me folë çdo herë mënyrën ma të vetëdijshme. A e dini tani se sa energji mundeni me kultivu? Unë për shembull, për Zotin e Madh e vrej që edhe për gjumë ki ma pak nevojë, edhe për ushqim ki ma pak nevojë, edhe për gjithçka tjetër ki ma pak nevojë, sepse ti je i përmbushur, do të thonë energji, është sikur kur baterit, do të thonë ti din me e ndezat shtrom, shpar, modus. Do të thonë e aktivon ato që mos ta humbësh energjinë kot. Okej, atëherë pra edhe kjo, fjalët e zgjedhura, pa tjetër, jo në mënyrë negative. Pastaj, nëse ki ballafaqime me financa, të vinë llogari çeka ose ku me ditë se çka, mos i merr diçka si të keqe, si negative, sepse edhe në këtë mënyrë ne testohemi. Nëse na njerëzit, për shembull, duam të kemi më shumë para, para se ti manifestojmë ato para, na kemi me u testu. Është e mundshme që kanë me të humbë pare, është e mundshme që ka me të uprish diçka, është e mundshme që ka me të kërku pare dikush ndoshta, ose diqysh kanë me dollë pare të përdores, edhe tash na këtu testohemi. Edhe sa shpejt tani na këtu munde me u prap energjin duke reagu. Edhe këtu mundohuni sa ma të vetëdijshëm u bo, edhe me marrë thjesht sikur një sinjal, një test prej Zotit që jeni ka testoni, sepse je duke kërku më shumë, tani po dërgon teste. Tash ti këto teste thjesht duhesh me mujt me i kalu. Okej, pra po marrë parasysh, keni me pagu qeka, s'keni me pagu qeka, paguani ato me dashuri, pa një farë ndrydhje mbrenda vetës, sepse edhe kjo na merr energji, si dhe e mbyllim kanalizimin e parave. Fjalë të zgjedhura prej nesërmes. Okej, ti shkruaj edhe një herë për veti, se unë me shkrimin jo mos vetë. Mos reagoni. Okej. A keni ndonjë pyetje apo s'keni hiç? Atëherë tjetra është, ju lutem, e kam për të mirën e juve, prej nesër, mos konsumoni gjana që nuk ju bojnë me u ndi mirë. Okej. As një video, bërën të shtika. O valla Arjan, duhesh vlavjam se pasha Zotin kime po dhe me. Nuk e dita që je këtu alo. Edhe, pra, ku qa kështë të thonë në që tashti? Ok,
Okej, pranoni realitetin ashtu siç është. Mos i kundër, si me thonë se mos u kundër përgjigj e thamë ma heret, mos u kundër përgjigj, po thjesht pranoje realitet, Brian më shpërqendrove krejtë. Po bëja e gore. Okej, mos konzumoni asnjë gjë çka nuk ju bën me u ndi mirë. Asnjë video. Për ushqimin, çka është pyetja për ushqimin, zemër? Arisa. Apo mendon mos me konzumu ushqim? Jo, ushqimin aty si ta ndjesh, po normal si gjithë shka me mos, po e kam kështu, do më thonë, thjesht në mënyrë mentale. Mos konzumoni as edhe një video, as një gjë pa vetdijet plot. 7 ditë i keni. Ta shohim se kush do ta çoj deri në fund sfiden. Okej, mos konzumoni as video, as kur gjë tjetër, as lajme, mundësisht, as çka ka më tjetër çka negativ, sor pasha zotin si këqyri këto kur. Edhe s'po e di. Okej, mos i konzumoni. Mos konzumoni thjesht kur gjë hiç ka nuk ju bën me u ni mirë, ama bash hiç. Mundohuni, se që për shembull, mirë që e përmend ushqimin, se to kum pas me thonë, po pas na harru. Na sa shumë kujdesemi për dieta, për trupin, dietë, do më thonë vetëm për me humb peshë. Por na nuk kujdesim kur, jo, as bartjet fjalëve, absolut hiç, ajo është bile dhe ma e keqja. Okej. Te ushqimi pa të mbet, para Arionit, të gjëta komunikoj Arisa. Kuq tash ma ke? Oj, Blendin. Tash më ka përzi krejt. Po nejse. Thjesht, so herë që shiqon diçka ose don me bo diçka, sa ma shumë t'jesh vetdijshëm aty, me vetdijet plot. E don apo nuk don? Se që për shembull TikToku. Unë postoj disa herë në TikTok edhe kur hi me postu në TikTok, nëse nuk vedisohem me njëherë, për zotin e madhë, më fshin ajo vala up, edhe veç është gjoj vetën të up, edhe një video, edhe ndodhë që ndoshta shkojnë 5 minuta, unë të këshqyr video. Edhe masane, ku, qka të i bone, pse jom të i bone këtë gjest, edhe dalë me njerë, seriosisht nuk ri, po kur flasim fjallë që a duhet familjar dhe fëmijët mësoj. Po kur flasim fjallë, që a duhet familjarët dhe s'pëtoj për zotin e madhë, Alma. Mos pëtoj shkruma dhe njerë zamër. Amo, pra se ajo që konzumojmë na, ajo bohemi ne. Sa dush t'i thuj, unë jam pozitiv, sa dush t'i thuj, unë jam i shëndetshëm, sa dush t'i thuj, unë e di që ka përboj, po ti nëse konzumon, lojme. Nëse shiqon vetëm luftra, për shembull, nëse shiqon filma, që s'janë të mirë hiç, absolut për trunin tonë, se truni i shef fotografit edhe nuk mundet me bo dallimin, a është ka ndodhë për një me, a është kështu. Nëse merresh me do më thonë, me po ndeshje, ku ta di unë kësi sanësh, ti thuj sa dush, unë jam pozitiv, unë e di, po jo, se ti e ka e konzumon që ato, edhe që ato masane e kimi të rhek, se pro që kjo është momenti i tanishëm, që ato që ti tash e konzumon, që ato i ka e merë si informacion, edhe që ajo kimi u boti, doshte apo s'doshte. Kështu që mos konzumoni absolut asnjë gjë pa vetdije. Hiç. Pranoje realitetin ashtu siç është. Prano. Kush jemi na me kundërshtu? Kur flasim fjalë pesta. S'ka fjallë pesta, 7 dit, me vetdije, edhe nëse e fol një fjallë të pest, e din që ke fol me vetdije në plot, është okej, sepse s'ki me i rapish më. Po kjo është dieta mentale, mos i përdorim fjallë negative. Po pra,
unë po du me bo një dietë mentale. Se që shtash edhe ma heret, dieta ushqimore për trupin, për pamjen e jashtme, atë shumë kujdesemi, atë shumë, do më thonë, jemi të fokusum në pamjen e jashtme, kështu që këto të mbrenshmen e harrojmë krejt. E ti fokusohu sa dush në të jashtmen, unë për shembull, me shiqu vetën që tashën pasqyre, mi abo flokët vetës, unë nuk muna. Unë flokët e mija do të mi krejt këtu. Do më thonë, pa ndryshum brendin teme, nuk muna me ndryshum botën e jashtme. Gjithë ta njerëz për shembull që dalin flasin, ai kështu, kjo kështu, ai ashtu, është e kotë, ti dush me ndryshu energjinë tënde. Kur e ndryshon energjinë tënde, gjithçka ka me ndryshu brenda teje. Edhe gjithmonë thuhet, nëse do me ndryshu botën e jashtë, fillo edhe ndryshoje botën tënde të mbrendshme. Ndryshe nuk funksionon. Okej, a janë shumë që tua apo jo? Faleminderit shumë, Sonila, drita me dritën. Faleminderit shumë për fjalët e ëmbla, sepse s'ja kemi bërë shkërkuj hiç. Po m'liget truri mori, pse moj teze? Mos liget truri, po ka më të këfjell truri, ki më bo ndryshe, pasha Zotin, se po bëj be kështu. Për Zotin e madh, keni me pa që truni juve ka më mësu ndryshe. A dini sa interesant ka qenë të nase, kur kalum 7 dit sfides, kur i kalum 7 dit sfides, po thot vajza e dyta jeme ka qenë gjithmonë pak më nervoz. Është okej, sepse une njoh edhe energjinë e trupit saj dhe pse është në atë mënyrë. Amo, masi përfundon këto 7 dit, tha se pas sa ditë që muna qështu, ja thash të ta une, thash prej sotit, tash mundesh prap me folë, në pak shtu si na i gore. Jo, tha për Zotin edhe më dashit ashtë se nuk mundem edhe seriozisht e kam, seriozisht po thom. Pa i gore, tash nuk e keni idenë se sa ka ndryshu të na që kjo sfida 7 ditore. Edhe pos kësaj, do të mblidhemi çdo mbrëmje, a donin 8:30 të tregoni këtu, apo ora 9. Sepse çdo mbrëmje do të mblidhemi edhe do të reflektojmë së bashku. Edhe pse unë tash kom zgjedh me voçit sfidë me juve bashkë, sepse e di që kur e dini që kemi me u bashku në mbrëmje, ju do të jeni pak më të kujdesshëm gjatë ditës. Ora 9, më shkruani edhe ju tjerë në cilën kohë ju konvenon më shumë. Ora 9, 8:30. Do të qes atë votimin në story, edhe mundeni edhe aty tani me votue. Ora 9, më do këtë se shumica po dojnë ora 9, shumë mirë. Ora 9, po më do këtë po vendosin, edhe për mu është ora 9 ma mirë, po qysh do qovë s'është problem. Edhe një tjetër, mundohuni prej nesër, me i kontrolu mendimet e juve. Mos me ju besu mendimet juve. Nëse të ashtit mendoni, këto muj sa kanë kalu, apo vite, apo dhe dit, apo javë, qka do qofshë. Sa gjona ka ndodhë, qa ke tema së juna vonë. Selvete, unë do të arruj live-in, që ta shofin edhe tjertë, po është tema për një sfidë 7 ditore, që duam të bojmë së bashku. Pra, qka keshtë? Kontrolloni mendimet e juve. Gjdo ditë, se qështë tash, është, nëse mendoni se qka keni mendu deri sot gjona ju ka ndodhë për qëtyre saneve. Do më thonë shumë pak. Mendimet nuk janë kur gjo tjetër, vetëm që mendimet dojnë gjithmonë me pas siguri. Edhe kur dojnë me pas siguri, mendimet ato kapen për frikë, për dyshime, do më thonë për që krijojnë thjesht ndjenja negative. Po ti kur e din që je një thelb i pastër,
E sa që kthehesh tek ky thelbi, ti je thjesht një dritë. Ti je gjithmonë në mbrojtje të Zotit. Edhe këtu kur kthehesh tek thelbi jot, ti kthehesh te vetja jote e vërtet. Kur kthehesh te vetja jote e vërtet, ti e din që je i mbrojtur, ti e din që je i sigurt. Ti e din që çdo vendim që e merr me vendimmarrje të plotë, domethënë me vetdijen e plotë, edhe nuk ki nevojë me pas frikë, absolut hiç. Okej, pra mundohuni gjatë ditës t'i vëzhgoni mendimet e juve, edhe jo me luftu ato. Thjesht, vjen mendimi. Po mënyra më e mirë është qysh me kontrollu mendimin e juve. Mundohuni sa më shumë me largu fokusin nga objektivat. Mundohuni sa më shumë, unë e kom thonë edhe një ditë që vërtet unë për veti kom rrinë qatë nivel që gjatë ditës shumë më pak me mendu. Sepse jam shumë e fokusume, jo mon objekte për shembull, jo në libra, jo në telefona, qa ka ky, qa ka aj, po mundohuni sa më shumë fokusin me mbajt në hapësira. Natyrën sa më shumë shiqojeni. Pemë, nësi shiqon, po mundohu atë pjesën mes pemëve me shiqu. Edhe sa më shumë frymarrit thella, kjo do më thonë të kthen ty tek thelbi jot gjithmonë, edhe në këtë mënyrë ti mundesh me u ik mendimeve. Se mendimet janë gjithmonë materje, kurse kjo hapësira është vetdije e lartë, është energjia, është Zoti vet. Atëherë, prenesit pra, edhe mendimet me i vëzhgu. Vëzhgoje mendimin, vëzhgoje edhe emocionin, edhe mundohu tash këtu sa më shumë me i menaxhu. Që to kisha pas dëshirë me juve për këto 7 ditë bashk me i ushtru. Me i bo së bashku. Edhe shefeni, se qysh keni me ushtru trunin e juve, do më thonë, truni i juve nuk ka me qenë mas kësaj jave reagus ndaj gjithë shkafit. Ti ki me po që mendimet e tua nuk qenë kanë dë vërteta, edhe tjetra ti ki me po që energjia jote nuk po beka aq letë poshtë, do më thonë, ki me qenë vibrime më të larta. Edhe unë thash për Zotin e madh, këtë jo që e këmbajt sfiden, kanë ardhë edhe disa manifestime që thjesht absolut unë vetëm i komendu, amo që më kanë ardhë si mundësi. Edhe kjo më ka bo thjesht me besu alo ma shumë se gjithçka është e mundshme. Gjithçka është e mundshme, por vetëm duke vëzhgu. Kur vëzhgojmë pra, kur vëzhgojmë, futemi në hapësirë. Kur jemi në mendime, jemi prap ose në të kalumen, ose je në të ardhmen, po në tashmen je vetëm kur je vëzhgues. Kur kemi sfida, ne duhet mos me reagu në të pavedishëm, po si duket, po dashka me shku në i ring boxi, me shkarku. Shko në ring boxit, shko ku të dush, a mo thjesht që ta bosh në mënyrë të vedishme. Edhe e bojmë tash një meditim të shkurt, vetëm një meditim të shkurt, e aktivizojmë pak dritën. Jeni falenderus njerëz dashun se për Zotin e madh borxh kërkush në këtë botë nuk na ka hiç. Gjithçka që marrim kohën e sotit, sidomos se kemi mjaft gjak pers që na pin gjakin me pamuk, vetëm që nuk i shohim me sy. E kështu që kur ka njerëz që t'japin gjak, atëherë i vlerësus, sepse për Zotin e madh çdo energji që jepet, që shkëmbehet dikun, si për mirë, si për keq, mos e harroni se mos t'u ktheft sot ka më t'u kthy nesër, mos t'u ktheft nesër ka më t'u kthy mas një kohë. Kështu që
si kur ta dini njerëzit se çka janë tu i kriju vetës tyne në ashta mas pare, krejt bota kish me qenë më ndryshe. Amo për fat keq edhe pse përmes rrjeteve sociale po marrim shumë informacione të mira që ka njerëz shumë që janë ka vedisohen edhe po shkojnë lart e ma lart, amo është një numër prap shumë i vogël. Kem të më thonë, unë po e them, momentin që e hap telefonin edhe nuk je pak i vedishëm, ti aty ki vetëm gjana që thjesht që kjo është ta pin gjakin me pamuk edhe në mbrëmje dikur gjithë ditat kalon kur bëhet mbrëmje thu pse jam lodh më zot ka shumë edhe nuk e din pse je lodh, që kjo është. Selvete, faleminderit shumë faleminderit. Është shumë sfiduese, është e vërtetë që është shumë sfiduese, po për Zotin e Madh keni me pa edhe vetë se çfarë ndryshimi ka me kon. Se mësohem, na mësohem. Nuk e di sa kohë i duhet njerit për me mësu, për me u varsu në cigare. Njëjt i duhet edhe trunit me mësu, me u varsu në diçka të re. E pse ta mësojmë trunin me diçka negative, kur mundemi me kthy qëtë perspektiv, qëtë fokus në anën pozitive. Edhe që shtasht edhe ma heret, kur e bojmë bashkaresht është shumë ma e lehtë se sa vetën. Se vetën për shembull kur je ti e nis, ndoshta ditën e parë vjen diçka ndodh një stuhi, edhe ti ki me lonë, edhe ki me thonë, aj bese s'është kjo vërtet, se na njerëzit jemi mësu për shembull gjithmonë me besu veç në ato çka e shohim, e çka nuk e shohim na thjesht e injorojmë. Amo për shembull, na që pse duhet me besu në energji, edhe pse duhet me besu në të padukshme. Llogariteni. Na jemi tashtit sa vet jemi këtu për momentin 16 vet. Jemi bashkarisht këtu. Nuk jemi ka shihen. Po nuk e di ju a jeni duke e ndje energjin e njëri tjetrit apo jo. Nuk e di. Amo unë po e ndjej qatë energji. Sepse jam e shumë e bindur se secili për juve e keni një emocion në brenda vetes që tash. E tani, a nuk duhet me besu në të padukshme? Pastaj, unë juve s'për shoh heq, absolut heq. Amo unë e di që jeni këtu. E qysh ndodh kjo? Pra thjesht me energji. Normal që mendja e percepton që ti e këto, por prap është që une juve po ju ndjej, edhe ju mu ndjeni. Ku jeni për shembull ju, në për cilit venet ndryshme jeni, une jam këtu në Zvicër, të më thonë ndoshta me distancë, Zoti e din se sa, amona energjin e njëri tjetrit po ndjej. Pastaj, pse duhet me besu prap? Se gjithçka është energji dhe gjithçka është e lidhur me zveti. Hana edhe dielli. Me sa mira kilometra janë larg neve. Po kur është hana e plot, a i keni po që thonë shumë njerëz nuk mundën me flajë se është hana e plot. Pse? Sepse uji, sasia e ujit në trupin ton rritet. Energjia rritet ma shumë, për ata thuhet që meditoni sa ma shumë kur është hana e plot. Sepse është efekti, është energjia shumë ma e lartë. Edhe me atë energji të lartë na mundem me manifestu ma shumë. Se kur flas për manifestim, më duket sikur kur jam duke u mundu me manipulu njerëzit, por nuk është ideja për me dasht me manifestu diçka që she thash ma heret, por është ideja me jetu në harmonit plot tani. Me që koha nuk ekziston, nuk ka të kalume, as nuk ka të ardhme, është ky momenti tani ishëm këtu. Okej, tani ti, ashtu si që po ndjen tani, ashtu ti kime kryue, që kjo quhet manifestim. Se nuk është, e ta shumë njerëz për shembull dojnë me manifestu një shtëpi, një makinë, një kështu ashtu, po të i mos e pranu realitetin e tanishëm. Kur mësohem na, me pranu realitetin e tanishëm, pra. Kur mësohem na mos me kundërshtu momentin tash. Na nuk e kundërshtojmë Zotin. Në këtë mënyrë na jemi në harmoni me Zotin, na jemi në harmoni me natyren. Se që për shembull, me u pas lind edhe me u pas rrit
në një ujdes që aty ka veç ndoshta si që dosh më marr as me modën, as me ku po di unë me shumë sene tjera, ti kishe jetu në harmonit plot me Zotin, ti do më thonë i kishe pas një mendim vetëm qysh me hongër, amo ishe kon në harmoni edhe s'kishe pas as luft, as krahazim, as kur gjoh hiç me tjertë. Amo me që na jemi një botë moderne, do më thonë kemi as shumë kushte, që qëto kushte, pikërisht qëto kushte që janë që ka shëndoja e që është një zgjidhje mjaft e madhe e pjesës marketingut, produkteve të ndryshme, pikërisht që kjo krijon mos lumturi brenda neve, sepse na automatikisht kemi me u krahazu. Momentin që ti mendon se kush je, për shembull, une para se me hi live këtu me juve, hi live me atë bindjen teme që une nuk jam mentore e juvja, as nuk jam fiqëria, unë jam një shpras tirë, do më thonë veç thjesht du që njerëz me një mu. Edhe që shtash nuk i nevoj me mbesuisht, provoj e vetë, veç paka shumë. Nuk e di sa që të fjallët mija kanë rezonu me ty, veç a është qështu, apo s'është qështu. Për shembull, na me u pasrrit me një ujdes. A i kishim pas që të luft që shi kemi që tashtit? A si shim kon harmoni ma të plot? Mendja njerit gjithmonë kërkon mungesa, gjithmonë kërkon, do më thonë, qysh me thonë, ngacmime, eksigjona, amo, tjetër çka është për shembull kohët e përparshme njerëzit thuhet që kanë qenë më të lumtur, kanë qenë më të bashkuar. Pse? Sepse se kanë pas këtë krahazimin e madh sikur tani. Tani krejt krahazon. Momentin që ti identifikosh, momentin që unë për shembull identifikona si fiqëria, dhe më thonë unë jam mentore ose unë jam hipnoterapiste, nëse unë permanent i thon vetit se unë jam që kjo, unë e dal më prej thelbit. Unë atë nuk jam, vetja jam e vërtet. Automatikisht unë e kam me u krahazu me dikon tjetër. Nëse unë vërtet mendoj që jam qajo. Po, do më thonë, e gjitha e kësaj përmbajtje që unë e përmundona juve me jam spjegu është me kuptu njerëz dashur që krejt na që jemi qëtu edhe në krejt botën na jemi vetëm që kjo, qëtu. E masanaj të fusha tjera që shkryohen, kjo do më thonë kryohet në bazë programeve që shne kanë dhonë njerëzit edhe ne kanë kryu bindjet. E unë tash nëse unë e kom bindjet unë normal, diploma edhe tituj që i marrim na krejt ato, unë e kom për shembull të kryej për hipnozë, unë e kam për shembull për astrologji edhe për numerologji edhe për zhvillim shpirtëror. Por unë nuk duhet më identifiku non-stop me qëta që unë s'jam askush, unë jam vetëm kjo, thelbi. Edhe me që të thel, unë as nuk të lëndoj ty, as nuk e lëndoj vetën teme, unë jam e pastër. Edhe që kjo është. Me që të sfid, uroj shumë që keni me kuptu edhe ju, që nuk jeni ata që mendoni. Është në fakt një sfid doke ndoshta pak e sfidueshme, por në fakt është gjoja ma e lehta, ma e mira, është ma e natyrshme sepse na vetëm që të mënyrë munde me u kthy te natyra jonë. Smundjet thjesht krijohen vetëm për çfarë arsye, sepse largohemi nga natyra jonë. Po se një ligjet hyjnore. Po ta shto ligje hyjnore, unë po kom qejf me ndo me juve, edhe thjesht me kuptu, edhe me besu që nuk jeni ata që mendoni që jeni, edhe nuk janë as ata që mendojnë që janë, që flasin ndoshta para juve, apo para tjerëve, se është vërtet shumë për gjëna, ose për keqardhje, se sa për shembull njerëzit mendojnë se janë kush janë. Unë për shembull për çfarë arsye nuk moj televizor në shtëpi, sepse e di se sa është e domshme për shëndetin, edhe tam edhe për shëndetin e tjerë. A e bojmë shpejt një meditim atëre?
një meditim të shkurt. Më thoni pak që shka qenë dita juve, më shuni pak, a ka qenë dita juve e lodhshme, keni pas një ditë mirë? Po, patë me meditu. Tash po meditojmë, po jo sonë të gjatë, sonë të ma shkurt pak. Më tregoni kur jeni të gatshëm edhe njerëz të dashur. Kur thom po meditojmë, të rrini ullur, jo me ushtri, se në momentin që ushtrijeni, ju veç keni fillu me hin hipnozë. Se jam hipnoterapiste, se deri pore thash jam kur gjo, tash po tom jam hipnoterapiste me profesion në mbrendi, unë veç jam thelbi jam. E ke pas një ditë fantastike, o sa mirë, edhe tash me përfundu me një meditim shkurt edhe ma mirë. Kurse mbrëm, fort I kam fol vetes, mos je ashpër me veten zemër. Shumë e mirë, isha 4 orë në fitness. Zemër. Energjin e dashit e paske kall. Shumë mirë. Okej. Hajni gati për meditim? Edhe lullur për vetëm I kam folur vetes si me fjalë të bukura. Okej. Thjesht nuk ka gjë më të mirë për Zotin e Madh se kur e kuptojmë momentin, fuqinë e tanishmes, edhe kur e kuptojmë se gjithçka që na ndodh thjesht për një arsye, edhe e kuptojmë që jeta komunikon me neve non-stop, jeta flet me neve. Edhe ku gjë tjetër, amona për shkak të këtyre shkputjeve nga thelbi që I kemi, na mendojmë që jeta është kundër neve. Mu nuk më do këtë kur gjo ma e dhemshme se kur I një njerëzit që jetojnë nuk e di pse po mdene në jeta, ose nuk e di se jam kon njeri keq që po mdodhen qëto sanë. Jeta, a Zoti na rujt, nuk e denon kërkon o Zot, po ato që jetë duke e jetu tani për momentin, një problem ose naj çfarë do të qoftë, është ka të ndodh krejt për shkak se ti ma heret ke marrë vendime jo të vetëdijshme. Edhe kur merr mendime jo të vetëdijshme, atëherë duhesh me pagu borxhin ndaj jetës. Edhe për çita, po them, sa më të vetëdijshëm, vetëdia është kulminacioni. Ti gjithçka mundesh me ditë, gjithçka mundesh me mësu. Po prap, kur jeton në mënyrë të pavetëdijshme është e kotë. A e di pse? Sepse me shkon të mendja të mentorët, tani thosha vetes mjaft. Pse moj put? Çka kanë moj mentorët? Një ditë jo me energji të lartë, se kam taku ca njerëz jo pozitiv. Okej, Dudi. Me kësi njerëz që janë pozitiv, krejt kemi me u ballafaqu çdo ditë. Porki. Amo, është sinqerisht mirë me u mundu, thjesht me I pranu njerëzit qashtu qysh janë. Si ata pozitiv, si negativ, thjesht vëzhgoj. Edhe e keni këtu në sfidë me vëzhgu, pa vlerësu. Si ta gjojsh veten që je ka vlerëson, atëherë del nga vlerësimi thjesht vëzhgo. Çka nëse është okej, çush është për momentin. Po nëse nuk po mundesh me qëndru I qetë, me pranu që ato, atër që I vetë për aty të dhe lej. E di që nuk është letë, seriozisht nuk është letë, se me kësi njerëz ballafaqohem edhe unë vetë çdo ditë. Amo, sa më shumë fokusin te vetja jote, sa më shumë në pranim, veç me I pranu. Pranoj ata njerëz, janë qashtu, ata janë fakt viktimat më të mëdha të kësaj bote, se nuk e din që funksionon. Nuk e din. Para një jave, për shembull, burri jam e kosit të barin, okay? Edhe aty më afër kaloj një zvicran edhe pe ja bon burrit tam, ai e njeh, domethënë njife me ato është si ku I shi, po domethënë edhe humori duhet më u bë pak me vetdije, se edhe humori pa vetdijshëm është jo I mirë. Edhe pe ja bon hey Jugo. Edhe pikon burrit tam është para mendo me pas qenë si përpara, sa na kish nervozu neve kjo fjala, mo
Tash e di do më thonë që një person që shprehet në këtë mënyrë, ajo është me nivelin më të ulët vetdijes. Ai nuk den çaq. Edhe kështu që lej. Po këtë po bëj, po me ulën shumë energjinë. Ti e ul ta ulën energjinë sepse ti vetë i lejon. Mos e lejo, edhe thjesht mundësisht sinqerisht ikni këtyne njerëzve. Na nuk jemi pemë që rrim një vend edhe nuk mundem me lëviz. Edhe çka. Se kjo është kulminacioni i sfides, se patjetër që duhet edhe këto ta bëni, t'jeni autentik njerëzdoshëm. Nëse diçka nuk ju konvenon, nuk ju pëlqen, mos e bëni. As mos u mundoni me u përshtat, po ma merr mendje që është shumë e lodhshme nëse e bëjmë kaq shumë, ama unë e kum vendos për 7 ditë ta bëjmë. Nëse keni dëshirë, mundemi me zgjat edhe për 10 ditë. Ama njerë po fillojmë me 7 ditë edhe me kaq pika, sepse për ndryshe bëhet dikur shumë e lodhshme, e mundimshme, e kështu që s'mundemi masanej me u përqendru në asnjë pikë. Kështu që e lojme që kaq. Okej, a e bojmë meditimin? Meditimi dhe shpejt dhe sinqeritet. Na nuk kem nevojë me bërtit. Unë e shoh edhe mentor që dalin e bërtasin para njerëzve, po kush jeti me bërtit? Pse vërtet? Na jemi njerëz edhe na mundemi me komunikuar në mënyrën më të natyrshme, shumë normale. Edhe nëse unë jam pak para teje, nuk do më thonë që unë jam ma e meqme se ti. Na njerëzit jemi vetëm kalimtar. Dikush kalon ma përpara, dikush kalon ma mas. Tani unë nëse kam kalu para teje, para aty në gjanave që ti si ke marrë kur hala, do më thonë hala kur nuk i ke zbatu, nuk do më thonë se ti nuk je i dishëm. Ti do më thonë që ende nuk kem rrit ajo pika ku kom rriune, ose për shembull ti ki drejtimet e tua, ai tjetri ka drejtimet e veta. Okej, e bëjmë një meditim si unë ka dalin njerëz. Okej, hajde, a jeni gati? Vetëm e bojmë një pastrim të energjisë. Atëherë kur keni gati, mbyllni sytë. Mbyllni sytë dhe merr frymë thellë. E bojmë një meditim që thjesht me pranu, me ekzistu momentin e tanishëm. Ashtu siç është. Pa kundërshtu asnjë gjë. Merr frymë thellë. Merr frymë thellë edhe ndjeje si fryma dhe përtone për hundën tënde përqohet në mushkëri. Dhe ndjeje si oksigjeni shpërndahet në të gjithë trupin tënd. Ndjeje trupin tënd. Liroje pak trupin tënd. Lëshoje botën e jashtme. Hyrë në mbrendin tënde, aty ku ndodhet qetësia. Merr frymë thellë edhe një herë. Dhe ndjeje një dritë e bardhë që kalon direkt nga kurora e kokës dhe fillon të shpërndahet nëpër kokën tënde. Kjo dritë e bardhë pastron çdo energji, çdo mendim negativ dhe çdo emocion që ke kaluar sot negativ, e pastron sistemin tënd komplet. Ndjeje si kjo energji, kjo dritë e bardhë e pastër ka plan fytyrën tënde, qafën, krahët dhe thjesht rrjedh të poshtë gjithë trupit tënd. Dhe sa më shumë që rrjedh kjo dritë poshtë trupit tënd, ti e ndjen një lirim në të gjithë trupin tënd. Ndjeje sa ma lehtë po ndihesh tani. Merr frymë thellë edhe një herë këtë dritë të bardhë. Dhe ndjeje prapë si rrëshqet fytyrës tënde,
dhe gjithë trupit tënd. Me frymore të lëshon gjithë shka. Jashtë, çdo energji negative. Ndjeje një çlirim në trupin tënd. Merë frymfejl edhe një herë, ndjeje energjin, dritën e Zotit. Si ka plon gjithë trupin tënd. Dhe me frymë nxjerrje, lësho gjithë shka jashtë. Çdo mendim dhe çdo ndjenjë negative, çdo energji të huaj. Thuaj tani, unë kërkoj që çdo energji timen që kam harruar dikund, çdo pjesë të energjisë time të kthehet tani tek unë. Dhe paramendoje si energjia jote kthehet prap tek ti. Tani thuaj, unë kërkoj që çdo energji, çdo pjesë e energji e huaj, qoftë pozitive apo negative, unë kërkoj që kjo pjesë energjie, të gjitha energji të kthehen në vendin e vetë. Dhe ndjeje si këto energji dalin nga trupi dhe kthehen në vendin e vetë. Merë frymfejl lirshëm, merë frymë në mënyrën më të natyrshme. Thjesht qëndro pak këtu për disa sekonda. Vëzhgo mendimet e tua, ndjeje trupin tënd. Prit çfarë mendimesh po të vinë tani. Thjesht priti mendimet e tjera. Ky vëzhgimi mes mendimeve është pikërisht vetëdia jonë. Thjesht qëndro këtu. Lësho gjithë shka, pa menduar se duhet ta bëj këtë, duhet ta bëj atë. Thjesht lëshohu. Këtu tani në këtë moment nuk ka asgjë të gabueshme. Tani në këtë moment nuk ka asgjë të gabueshme. Çdo gjë që po përjetojmë tani është e caktuar nga Zoti. Dhe sa herë që ne mundohemi ta kundërshtojmë momentin, ne jemi në kundërshtim me Zotin. Me krijuesin tonë. E si mund të krijojmë kur ne kundërshtojmë krijuesin tonë? Është e pamundur. Por nëse krijojmë, ne do shkëputemi nga ai, dhe kjo është arsyeja pse ne ndjejmë edhe lodhjen dhe raskapitje të ndryshme. Merë frymfejl edhe një herë. Thuaj faleminderit që po lë këtë ditë pas meje. Faleminderit që po ta mundësin ta jetoj edhe këtë ditë. Nuk është e mirëqenë. Unë jam e hapur për ditën e nesërme dhe unë i premtoj vetes që ditën e nesërme do ta pranoj ashtu si që është. Ne kemi ndikim
mbi mendimet dhe ndjenjat e tona. Por ne prap duhet të jemi të përullur para Zotit. Sepse ne planifikojmë, por ai vendos. Sa me pozitiv që jemi, aq me të lidhur me atë, dhe ai aq në mënyrë më të mirë do të veprojë për neve. Faleminderit o Zot, faleminderit, faleminderit. Dhe me besimin më të plot, më të madh ndaj Teje, unë do filloj ditën e nesërme dhe do ta pranoj atë, ashtu siç është. Me anë pozitive dhe me anë negative, pa kundërshtu. Faleminderit. Tani mundeni me I hap syt. Si ka lut? A jeni gati për me fillu sfiden? A jeni të e vrejt pak minuta fokusin nga vetja jon, përshëndetje Gentian Beqiri. Pak minuta për veten tonë është diçka tepër e bukur. Edhe sa ma shumë që keni me pranu realitetin, aq më të mira kanë me ju ardhur. Se na veç kështu mundem me u bo bashk me krijuesin ton. Secili ka filozofa në kohën e sotme kemi më shumë se që duhet. Po na nuk kem nevojë me filozofu, na kemi nevojë me I praktiku gjonat. Me I praktiku. Mos flej se edhe pak një informacion shkurt. Me I praktiku, sepse kur I praktikoni, ju nuk keni nevojë mo me mbesu as mu as kërkuj tjetër, por ju I krijoni bindjet e juve. Bindjet krijohen mas miri kur na I praktikojmë sanet vet. Kur për shembull unë të them ty e përgatiti një gjell të mirë, përshëndetje Enkelejda. Kur e përgatiti unë një gjell, edhe ti unë ta përshkruaj ta mos kështu, e ka keqije, e ka shijen e mirë, e ka kështu, e ka ashtu. Po pa e provu ti vet nuk mundesh absolut lidhje me pa se çfarë shije ka ajo gjell. Kur e provon vet, atëherë ti bindesh, atëherë nuk I nevojë me mbesu mua, as kërkuj. Edhe në çet mënyrë na e marrim vet jetën tonë dorë. Edhe nuk kem nevojë me qenë vorën nga asnjë njeri në këtë botë, jashtë, hiç, absolut hiç, pos përvojave tua. Unë jam alergji në pranvere, sidomos tash, kur të meditoj, po e ndjej shumë, a ka diçka të bëj me meditim? Kur gjo, absolut hiç. Thjesht vepro, pa asnjë lloj mendimi negativ mbas gjithë kësaj. Thjesht bone. Nuk e besoj se prej meditimit të vjen më shumë alergjia, ose mundet më ndodh që ndodh këtu një transformim I alergjisë, por thjesht kur të meditosh, unë për shembull kam pas një kohë pak kollitje, edhe kollitin time thjesht e kom hek me hipnozë, për Zotin e madh, ty bo hipnozë vetes. E para hipnozë që ja kom bo vetes, unë veç e kom ndjej një çlirim të madh në gjyksin tam. Dytën herë kur e kom bo, e kom pas komplet kollën e largum. Qyre, gjitha ma e mira që është mos më dhon fokus. Absolut hiç, sa ma pak fokus. Unë për shembull që vje, po e rreni dorën tëme këtu. A një të e po? Sepse dje, kom pas para dite, nuk kom qenë shumë e vetëdijshme, as unë, o shumë normal, se t'jemi të vetëdijshëm 100%,
A dini çka mundem me arrit në jetën tonë. Po dje para dite nuk isha dha që vedishme edhe jam shova dorës. Bam, që ky ashti këtu për zotin e madh, muj me qua dhe fatën masanej, më ka dalë krejt për jashtë. Edhe a dini çfarë dhimbje kum pas, që mendova është mu coptu dora. Edhe në atë moment, as nuk kum përtit as kur gjo, veç thjesht e kum një dhimbten atë shumë, do më thonë, veç jom kon aty për zan 100% e kom perceptu dhimbten në mënyrën më të fuqishme. Edhe veç mu ka largu. Gjithë ditën më ka najt dora e nxehtë. Dora më ka najt shumë e nxehtë. Edhe masanina veç thjesht i kupton dashuri, edhe kum thonë është okej. Më ka ndodhur, është okej, normal. As unë nuk munda me qenë gjithmonë e vedish, unë nuk jam zoti vet. Para mendoni se e shoh nga njerë disa mentorë që edhe ju bërtosin njerëzve, edhe flasin në mënyrën që me ta dhon ty një bindje, ndoshta jo bashkë të mirë, që me kujtu që çka po bën ti, po bëj gabim, pse s'po bëj edhe unë sjaj. Krejt jemi njerëz, pa marrë parasysh se kush jemi. Kemi më provu me gjona ndryshme. Amo unë nuk e di pse u dosh më mshu që të dorës. Veç e di që kjo më ka tregu që duhet më bu pak ma shumë e vedishme. Hala pak ma shumë e vedishme. Kaq. Edhe sot e kom super dorën. Vetëm shaj këtu, amo as nuk më ka dhimbë, as për gjohet se nuk i kom dhonë më fokus. Dje jo morë në to, i kom dhonë dashuri, se kom kundërshtu veten, kom thonë është okej, ndodhi, u vrojta, kaloj, sot është mirë. Gjithë shka në regull, thjesht më si jap një fokus. Absolut hiq. Okej, atëherë, nesër takohemi në ora 9 në mbrëmje, do të takohem për 7. Njerë bojmë 7. Nëse kalojmë vërtet mirë, edhe keni dëshirë me mbojt pak ma gjatë, mundem me mbojt edhe pak ma gjatë. Mundem me vazhdu për 10 ditë, nëse ta shofim se si po kalojmë. Atëherë, fjallë të zgjedhura, mos reagoni ndaj situatave të jashtme, por nëse reagoni, ju lutna me vetdijet plot. Mendojeni që mbrëmje kemi me u taku bashku. Mos konzumoni video në mënyrë të pavetdijshme. Konzumo vetëm ato që ty të bën me u ndi mirë, se nuk e keni ide sa ka më ndryshu kjo javë në juve. Është e mundshme bile që kanë me dhe ju ardhë edhe ndonjë mundësi e re, apo në i pun, a vjen një person thjesht shfaqet që e ke kërku ndoshta një përgjigje, edhe mundoni me marrë sinjale nga jeta, se jeta komunikon me neve non-stop. Une, sohar që ka me ndodhë diçka në jetën teme, që diçka e re ka me marrë, mësane unë për para çdo herë shoh macet. Non-stop macet. Non-stop. Atëhere, mos konzumoni as video, që shtash, edhe pranoni gjithçka ç'ish është momentin aktual. Pa kundër shtu, pa vlerësu, pa thonë po qysh, po shka, po anek nej. Nëse ju nervozon dikush, mundohuni me mojt qetësi. Qetësi nuk është meditimi, veç. Qetësi është prap, pe marrë qëto, kur ju ktheheni që du të kthelbi, para se me dhonë përgjigjen, ju pak e mendoni, çka t'i jepi. Qetësi do më thonë, fjala jote, derisa të arrin të une, ka hapësira, po? Tashtit mundohu me mësu, normal që me mësim bëhet kjo, se nuk bëhet për një herë. Mësohu me kontrollu që të hapësiren. Derisa të vjen që ajo fjallë të ti, mundohu qysh me prit. Apo do në me reagu keq, mënyrë të pavetdijshme, apo do në thjesht me kontrollu që të hapësiren, edhe me u përgjigjë në mënyrë të vetdijshme. Si të përgjigjesh në mënyrë të vetdijshme, ky personi tjetër ka humbë, betejë ndaj teje. U përgjigje në mënyrë të pavetdijshme, ai tjetri ka fitu. Qështu ndodhin për shembull edhe konfliktet mes partnerëve, edhe mes shoqërisë, edhe mes gjithkujt, sepse na njerëzit ndodhin, reagojmë shumë të kohës në mënyrë të pavetdijshme. Arjan, faleminderit shumë që pas ke qenë këtu ende. Kur të kesh qef një natë kime i live me mu, edhe kësmet sa të vi në Kosovë,
me një podcast patjetër. Atëherë, unë ju përshëndes shumë, ju uroj një natë shumë të mirë, një natë shumë të qetë, edhe thjesht, sa e mirë është jeta, kënaquni vëlla, kënaquni se kur të kaloni për mi 14, keni me po që ditë por shkojnë, edhe mos ja falni asnjë ditë kërkujeç, veç ata që bojnë mundi mirë. A keni me pyet diçka apo jo, në lidhje me sfidën? Nëse jo, është okej. Për nesër ora 9 kemi thonë, apo me u taku? Okej. Mezi po pres? Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që ishit pjesë këtu me mu në live. Zoti ju bekoft, e Zoti ja ndrejtoft rrugën e shpirtin çdo ditë o Zoti më. Blendina, natën e mirë edhe ty. Dia Lika, shumë faleminderit edhe ty, natën e mirë. Mirë pafshim, njerëz mrekullueshëm. Bye bye.